Partia Demokratike e Kosovës se ka qartësuar pozicionin e saj, ne nuk kemi nevojë më që të takohemi me Albin Kurtin, sepse këto takime është parë mirëfilli që janë takime farse, sepse po të kishte vullnet Albin Kurti, e para do ta konstituante kuvendin e Kosovës, ashtu si që obligon rregulloria dhe kushtetuta, dhe e dyta do të sillej në përpikmëri në harmonit plot me rregullat dhe ligjet e Republikës. Pra ne nuk do të takohemi me Albin Kurtin, sepse këto takime tashmë është parë që janë takime që i shërbejnë vetëm zvarritjes së procedurave për ta quar Kosovën drejt, duket që për ta quar vendin drejt zgjedhjeve të reja, në të kundërtën nuk janë takime që kanë prodhuar diçka, prandaj ne jemi të qartë, nuk do të takohemi më, por ftesa, kërkesa, thirrja jonë është që të kthehemi tek konstituimi. Na mundsohet ta kryejmë detyrën tonë, të jemi në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Albin Kurti sot e ka mundësinë pa 22 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës që ta zgjedh president. Por nuk mund të flitet për marrëveshje politike pa u konstituar kuvendi dhe organet e tij. Prandaj ne do t'i vazhdojmë aksionet tona, do t'jemi çdo mëngjes para qeverisë, derisa ata t'i lshojnë ato zyre që i kanë uzurpuar kundërligjshëm. Ka një vendim të Gjykatës Supreme që saktëson që ata kundërligjshëm bëjnë dy pozita, janë deputet betuar dhe ushtrojnë funksione të dy fishta kundërligjshëm. Pra ata nuk mund të marrin peng qeverinë e të mos e lejojnë funksionimin e këtij organi, këtij institucioni të rëndësishëm dhe na pamundsohet neve të mbyllet dera e sallës siç ndodhi një ditë, të mos ketë mikrofona, të mos ketë zërim. Deputetëve të mos ju dëgjohet zëri, vetëm ky zë dëgjohet fal jush, që jeni sot këto për të ndihmuar edhe më shumë funksionimin dhe për të informuar opinionin publik. Prandaj po e them, ne do të vazhdojmë të jemi aty dhe do ta kryejmë detyrën tonë deri në kthim të ligjshmërisë dhe të kushtetutshmërisë. Dhe thirrjet e sotme të SBA-s janë pikërisht në rrugën që ne po e kërkojmë, është shqetësim i madh sepse Kosova, duke qenë defunksionale, po mbetet e izoluar dhe larg partneritetit dhe po humb po ashtu edhe në kuptimin e mirëqenies ekonomike, sociale, shoqërore, që sot është më e cënuar se kur. Prandaj e thash edhe një herë që unë pres masovizim të protestës sonë, ditëve në vazhdim ju do t'jeni dëshmitar që kategori të shumta shoqërore do t'jenë bashkë me ne për të demonstruar edhe një herë nevojën e funksionalitetit të institucioneve të Republikës. Këto protesta janë për kthim të ligjshmërisë dhe të kushtetutshmërisë.